Janë zbardhur detaje të reja nga vrasja e Ramazan Matajt, ndodhur më 5 janar në Dragoç të Postribës, Shkodër. Prokuroria ka dërguar për gjykim vëllezërit Arion dhe Klisman Hasaj, ku i pari akuzohet si organizator dhe ekzekutor, ndërsa i dyti si bashkëpunëtor. Hetimet zbuluan se viktima ishte joshur në një kurth përmes një profili të rem në Instagram, që përdore nga Arion Hasaj, i cili hiqej si femër. Ai ka pranuar autorsinë e krimit dhe ka treguar se kishte paguar një vajzë rome për të dërguar mesazhe zanore, për ta bindur Matajn se komunikonte me një vajzë të vërtetë. Motivi, sipas dëshmisë së tij, lidhej me një lidhje të mëparshme mes motrës së tij, Armela Hasaj, dhe viktimës, të cilin e akuzonte për publikimin e materialeve intime që i kishin shkatëruar jetën familjare. Sapo u përball me viktimën në vend takim, Arioni e qelloi 19 herë me pushk dhe u largua me biçikletë, duke fshehur armën pranë shtëpisë. Megjithse ai mohoi fillimisht përfshirjen e të tjerëve, policia arrestoi edhe vëllain Klisman pas përgjimeve ku ata diskutonin për ngjarjen. Motra e tyre konfirmoi marrëdhënie me Matajn dhe denoncimet për përndjekje, ndërsa babai i viktimës deklaroi se djali i tij mendonte se do të takonte një vajzë nga Drishti. Dosja përmban prova të shumta që e lidhin drejt për drejt Arion Hasajn me ekzekutimin.